Zoti Kremi, unë e pas qik Facebook tani, e ka bërë share Ramën telef fare. Çdo gjithë, nga prilli... Që ti ke përshirë Ramëna? Tani, të sjarojnë e sa gjëra, mua në qofse do mundojnë, dhe përfusin retorikon politike dhe të henvit, unë nuk do futem kur. Dhe unë e kam shpeguar dhe të programi imi që unë nuk do merem me asgjë tjetër përveç se programit. Përsa i përket Ramës, pa tjetër që unë Ramën e njo, nuk kam turp të them këtë gjën. Shërë unë kam bërë vetëm projektet që Rama ka ndarë për Evropë. Projekti është takimi i Ramës në Itali për fushat elektorale. Si? Lutem? Takimi i Ramës në Itali për fushat elektorale. Po pse më falë, ku qëndron problemi këtu? Po s'ka si problemër, thua jam me Ramën, s'ka si gjë. O zotri, tani nuk më fut mua dot në këto debat. Unë nuk jam me askënd, sepse të them... Ti tregon tifozeri për Ramën, në thua mua unë jam të debat. Nëse debat, kush konstatim? Nuk më fut dot në debatin e tifozerisë, nuk jam tifozeri askujt. Nuk shoh futboll. Unë shikoj vetëm gjërat e mia dhe nuk do merem kur me këtë retorikën boshe që bëhet në përstudio. Nëse ka një arsye madhore që ky qytet është në kushtet ku është, janë konotacionet politike që duoni apo nuk doni, ju shkoni dhe i jepni çdo gjëje. Edhe nëse Rama është aty ku është, mund të dalë gjithë patronazhistët e Shqipërisë të kandidojnë për Tiranën, çfarë themin se janë patronazhistë? Ju bëni në çdo bisedë që bëni 7% biseda se bëni për Ramën, pse fiton Rama pastaj? Po fiton Rama sepse ju vazhdoni për përmendni Ramën gjithashtu. Pse përmendi Ramën? Ti e ke bërë shër dhe unë të pyeta pse e ke bërë. Dhe jam shumë krenar që e kam bërë dhe unë nuk kam turp ta bërë këtë gjë. Ai di kush duhet të ketë turp, ai di kush duhet të ketë bërë turp. Jo mos s'kam punë. Unë jam presidenti i punës time. Kam 120 punësuar dhe nuk kam marr asnjë lloj paraje, leku, tenderi nga qeveria. Këtë gjë ta jap. Qeveria ndihmon në 100 mënyra. Me çfarë mënyrash ndihmon? Kam filluar biznesin me ndryshe nga juve, zotëria, kam filluar biznesin tim me 5.000 euro dhe nuk i kam shtrirë dorën kujt askush. Unë të gjithë i kam ndihmuar, po unë nuk ja shtri dorën kujt. Në rregull, po të duash, interesohu për mua, unë nuk jam me askënd, nuk kam nevojë për, po mi më bëj çfarë duash, nuk më duhet të qelloj retorike. Tani, për parkingje do flasim ylli? Për kë? Për parkimet. Pra jemi dakord që në Tiranë është... Jo, nuk do flasim. Jo, nuk do flasim. Për shembull, për para parkinget nuk zgjidhet asnjë gjë në Tiranë, ti them unë. 30 parkinge sociale. Për kullat. Për shembull, që pasi të marrojmë bashkë... Do flasim dhe për kullat, patjetër. Do të flasim për kullat, janë gabuara. A do më lesh ta mbaroj unë pyetjen? Urdhëro, po. Diçka kam përthënë dhe unë që është dhe pyetja brenda. Nëse ne flasim për kullat, për shembull, e pyetëm për kullat dhe kandidatin e pavarur, që janë mbështet opozita. Ai foli për parkinget, edhe ai foli për autobuset. Për autobuset ka folur dhe Belindi këtu, ku shturu Nikola, dhe mori Bryllin. Po fole për parkinget dhe vetëm për këto, baron filmin. Ti e di, ti po deshe fol dhe për fluturat. Biletin në program e kishe pastrimi i këtyre fluturat kërkalecat që janë në përshtylla. E kishe në program pikë të rëndësishme. Po zotri, ne bëjmë turizëm tash, zotri, ne bëjmë turizëm në rregull dhe ne... Po bëjmë kush të thatë mos e bësh. Po mirë në rregull tash, mos e degjërojmë tash bisedën. Unë degjëroj bisedën. Duke bërë turizëm. Duke thënë ti për unë po të pyes. Po pse gjë e vogël janë ato mirimangat, ato tela që varen mbi kokë. Në gjithë atë program të gjatë mirimangat, ore mirimangat mirë pastroj dhe zotri mirë bën që do i pastroj. Më fal, në Paris i shihni, në Barcelonë i shihni, atëherë për kullat Hajde flasim dhe për kullat. Ju them opinionin tim se më thatë që jam indikuar nga Rama dhe mi se kullat i bëka Rama. Jo, nuk të tha. Entona bilekat pa disa sherë të bëra i ka hapi tani. Më lërë përgjigjem. Për mendimin tim, kullat nuk janë një vlerë e shtuar për Tiranën. Për mendimin tim, çdo turisti i huaj që vjen tek ne, unë bëj mirë në vit, askush nuk ikën nga Tirana duke thënë sa të bukura këto kulla. Pra të njëjtën gjë ka folur Binaj për parkingjet dhe jo për kullat. Unë nuk e di çfarë ka folur Binaj. Do të flasim për kullat, ti nuk shikon kandidatin, e shikoj unë kandidatin. Po ai është konkurrent. Konkurrenti, ti nuk shikon konkurrentin, e shikoj unë konkurrentin, nuk e shikon ti. 30 parkingjet, unë e kam shkruar në 2022-shin, gjej artikullin. 30 parkingje nën toksore. Kam thënë sa kushtojnë
Sa do i Ti kostoshin qosh, inshallah Tiranës? fiton me parkingjet. Inshallah fiton zgjedhjet. Tani, Dhe ne shpëtojmë për parkingjet. Cila, çfarë do t'i Në thoshe? base ju se keni problem për parkingjet, se keni në base mundësi për të parkuar shtëpinë ato makina në shtëpi, ëh? Po, në parkingun poshtë që kam po. Zoti Gremi, kur po fliste pak më parë, tha, është e sigurt që tha, unë e di shumë mirë që nuk do fitoj zgjedhjet. Po. Edhe është i qartë. Tani pyetja është, pse po kandidon kur e di shumë mirë që s'do t'i fitosh zgjedhjet? Se kandidimi i një personi të pavarur në zgjedhjet lokale ka sens kur zgjedhjet janë me detyrimin që fituesi duhet marrë 50+1% votave. Po këtu nuk ka më balotazhe. Këtu ai që merr një vot më shumë se tjetri fiton dhe mbaron historia. Kështu që përqindja jote e vogël, 1, 2, 5% sa mund të marrësh, është e pandikueshme në rezultatin e zgjedhjeve, në një moment të dytë nëse do duaj. Ky programi që ju keni bërë për 5 ditë, nuk besoj se është programi i rrugës Bogdanëve ku jetoni. Mund të jetë program për gjithë Tiranën, po ty nuk të njeh Tirana. Ju i rat derës së Zotit Rakipi sot për t'u bërë i njohur. Në fakt nuk i kam rënë. Më kanë kontaktuar. Tani të shpejt. Kandidimi juaj. E kuptova pyetjen. Inshallah të hapin të tjerë më, unë i kërkoj të gjithë. Pra çfarë sensi ka garimi kur të unë nuk do fitoj? Unë sa të gjova thash çfarë do ky njeri, çfarë do të bëj. Po fakti që parkingjet, për shembull, ti flet për parkingjet, një gjë për parkingjet fliste edhe Binaj. Dhe jo për oligarkët, s'kisha si emër oligarki. Jo tha goja. Shiko, në qoftë se Binaj ka folur për parkingjet, bravo i qoftë. Bravo. Sepse do kemi... Po ti mori votat të gjitha. Po shumë mirë, ma problemi, po nuk do shkoj në shtëpi, nuk do ngel pa bukë, zotëri. Unë kam punët e mia. Nuk kam asnjë problemi. O, zotëri, po ne nuk kemi marrë këtu që themi nuk do fitosh më. Zotit e litit, mund t'i përgjigjem. Unë dola dhe po kandidoj, po kush të mbështet? Zotit të limit, kush të mbështet, thotë zotit Tela. Zotit e litit, mund t'i përgjigjem. Tela, jo të litit. Të paktën, po mirë ndjes, të paktën unë një debat edhe një standard do t'a vendos. Se gjë kandidat tjerë. Të paktën një debat dhe një standard do t'a hap dhe një standard do t'a vendos. Dhe standardi do jetë një kontrat me 2, 5, 7, 10 pika të nënshkruar me qytetarët që kur njeriu kandidati fitoj zgjedhjet, ketë marrë një impenjim serios me qytetarët dhe t'i tërhiqet veshit gjatë gjithë mandatit për punët që i ka bërë apo nuk i ka bërë. Detyrim çdo kandidat dhe çdo kandidat premton, çdo parti premton, çdo parti edhe kandidati kërkohet llogari kur nuk i bën premtimet. Erion Velia kishte bërë një kontratë me qytetarët, çka ka firmosur? Mo thuaj një kontratë që ka firmosur Veliaj. E kishte firmos Basha? Mo thoni një kontratë. Të gjithë firmosin kontratë sepse i shkon njerëzve shkoni votoni në bazë të pikave të programit që kam çdo parti politike e bën këtë. Nuk po thoni në gjë. Po pse më fal, tek zgjedhjet e fundit kishte Partia Socialiste kishte një kontratë. Patjetër, do na fusin në BE. Kjo është kontrata. Po të gjithë kanë një kontratë me votuesin. O zotëri, unë po të flas kontratë me pika konkrete për problemin që ka qyteti.